Big Brother VIP Kosova ka marrë vendimin e madh për t'i dhënë fund një herë mirë aludimeve, dyshimeve dhe skenarëve që Edi ka ngritur brenda shtëpisë gjatë ditëve të fundit. Pas një vale emocionesh, pritje dhe shprese, produksioni ka vendosur të ndërhyjë drejt për drejt dhe ta përballë banorin me realitetin e hidhur. Produksioni sapo ka njoftuar zyrtarisht se sonte në orën 20:00 Edi do të vihet përballë së vërtetës tronditëse. Sot në ora 20:00 njihet me të vërtetën se ku është Dolce, shkruhet në njoftimin e fundit të publikuar në faqen zyrtare të Big Brother VIP Kosova. Një postim që menjëherë ka ndezur rrjetin dhe ka shpërthyer reagime të forta nga ndjekësit. Ky pritet të jetë një nga momentet më të forta, më emocionale dhe më tronditëse të gjithë edicionit deri tani. Edi, i cili ditët e fundit ka jetuar me shpresës, pasigurisë dhe iluzioneve për rikthimin e Dolces, nuk ka as ide më të vogël se ajo ndodhet tashmë jo vetëm jashtë Kosovës, por brenda shtëpisë së famshme të Grande Fratello në Itali. Por ajo që pritet të jetë goditja më e madhe për Edin nuk është thjesht vendndodhja e saj. Tronditja e vërtet lidhet me faktin se Dolce ka mohuar hapur çdo lloj lidhje me të dhe ka nisur dinamika krejtësisht të reja në shtëpinë italiane, duke u afruar me banorë të tjerë dhe duke lënë pas çdo aludim për një raport emocional me Edin. Ndërkohë, brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, Edi ka vazhduar të flasë për të, ta pres, ta justifikoj mungesën e saj dhe t'jap vetes shpresë se gjithçka mes tyre është thjesht një pauzë. Por sonte, kjo pritje rrezikon të shndërrohet në zhgënjimin më të madh të lojës së tij. Pyetja që tani po qarkullon kudo është: si do të reagojë Edi kur të kuptoj se shpresa e tij ishte e kotë dhe se Dolce tashmë ka vazhduar përpara? A do të shpërthejë në revoltë? A do të rrëzohet emocionalisht? Apo do të shndërrohet në një lojtar edhe më të fortë? Komentet në rrjet janë të zjarrta. Ndjekësit presin një reagim ekstrem, ndërsa disa shkruajnë pa hezitim se Edi pas ka me thy derën, duke paralajmëruar një shpërthim emocional të paparë më herët në shtëpi. Tashmë gjithçka mbetet në dorën e sekondave. Ora 20:00 pritet të sjellë një përballje që mund ta ndryshojë përgjithmonë rrjedhën e lojës për Edin. A do ta rrëzojë kjo e vërtet moralisht, apo do ta kthejë në një lojtar më të fortë dhe më të ftohtë se kur më parë? Sonte pritet spektakël. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.